Të dashur qytetarë dhe qytetare, thelbi i krizës së rëndë që ka pluar vendin, i revoltës më të fuqishme popullore nga vitet 90, qëndron në faktin e thjesht, por themelor, se ju nuk përfaqësoni qytetarët, se ju nuk keni legjitimitet, se ju nuk keni ardhur nga vullneti tyre i lirë, por jeni produkt monstruoz i kontrollit me të gjitha mjetet e krimit të vullnetit të qytetarëve shqiptarë. Edi Rama, kreu i juaj, akuzohet kombëtarisht ndërkombëtarisht se në 140 fluturimet e tij ka transportuar tonelata euro, mundet dhe drogë, dhe ju refuzoni Komisionin Hetimor Parlamentar, refuzoni të përballni me dokumentat që faktojnë se në fluturimet e tij ai ka transportuar valixhe diplomatike më shumë se të gjithë qeveritë europiane të marrë së bashku. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, por përfaqësoni njeriu, i cili sa po u bë kryeministër në raportin e OSBE-dirit, OSBE-s, u tha se kishte transportuar në bankat offshore 200 milion euro. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, por përfaqësoni njeriu që u bë kryeministër me sarajet e tij të Surrelit, me piramidën e vërtet ku deklaron të se është bler toka me 2 euro në kohë kur ishte çmimi minimal 25 euro, kur vetëm pigmenti i vilës në sarajeve ka kushtuar mbi 100.000 euro, ku janë përdorur teknologjitë dhe materialet më të kushtueshme. Përfundoni, lutem. 8.500 metër katror. Ju në përfaqësoni qytetar, përfaqësoni njeriu që në martesë mori një pallat 5 katësh. Në pajt pas një faturë tatimore doganore çfarë do lloj. Dhe që kur institucioni i LDKP-s nisi hetimin në mënyrë antikushtetuese shkarkoi atë. Ju nuk përfaqësoni qytetar, përfaqësoni vjedhjet monstruoze të zyrtarëve. Përfaqësoni vendimet e tij për t'i dhënë vllaut të vet 38.000 metër katror, për t'i dhënë Carlos Setin mes Tiranës 4.500 metër. Ju nuk përfaqësoni qytetarët, përfaqësoni vjedhjet e tij për të plaçkitur pasuritë publike në mënyrën më të pamëshirë. Përfaqësoni 140 milion euro të vjedhura tek djegësi i Tiranës, të zhdukura. Përfaqësoni 600 milion euro të përvetësuara familja e tij dhe ai me Gyrsagasin dhe akshin e tij, lindat e tij. Përfaqësoni dosjen Balluku, edhe ty, Plumbesh, ty nuk të hangri parimësia, po ty të hangri lubia, se ishte me fortë se ti. Plumbesh, je sinqert me veten tënde, se unë dhash një paralemrim kur na erdhe e veshur si nuse këtu. Para se kujtove se ishte ditë e fundit.
harrove se ajo do bëjë dita e fundit e jotja, po vazhdo. Përfundoj koha. Pra, Përfundoj koha, zoti Berisha. Përfundoni, zoti Berisha. Përfundoni, zoti Berisha. mirë kulturore, trashëgimin natyrore të shqiptarëve. Atëherë, çfarë doni ju këtu në parlament? Po shumica juaj e keni vendin në burg dhe me të paktën minimumi 25 vjet për kokë. Minimum 25 vjet për kokë. Po, ti Byxhosliu që qesh. Përfundoj koha, zoti Berisha. Ju lutem. Ju lutem, përfundoj koha. Koha përfundoj. Fjala për procedurë, zoti Blendi Klosi. Ju lutem. Zoti Berisha mbaroj koha, ju lutem. Lironi foltore, zoti Berisha.